Përshëndetje të dashur miq, të mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech, hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Sot do të flasim për Robotech, një iniciativë që po frymëzon të rinjt të eksplorojnë botën e robotikës dhe të inteligjencës artificiale. Ky projekt u jep atyre mundësinë që të mësojnë, të krijojnë ide dhe të testojnë zgjidhje inovative që mund të kenë një ndikim real në shoqëri. Për të folur më tepër me Robotech, do të jemi në studio me përfaqësues të këtij programi, si dhe me pjesëmarrës për të na treguar për sfidat dhe eksperiencën që ata kanë patur gjatë këtij aktiviteti. Jemi të ftuar në studio me pedagog Endri Ibrahim Llarin, përshëndetje, përfaqësues i UMT-s në Tiranë. Faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi të jem në të shoqërorcat, bisedojmë për projekte të tilla, të cilat në gjykimin ton si universitet janë shumë të rëndësishëm, jo vetëm thjesht për tu përfaqësuar në mënyrë dinjitoze, por për t'i dhënë një hapësirë të domosdoshme çdo të riu për të bërë pjesë e një aktiviteti që në thelb ka inovacione dhe ka atë për cilën sot gjithë punojnë, sepse sot gjithë kërkojnë që të shkojnë drejt një angazhimi për të ardhmen. Pikërisht Robotech është krijuar nga Universiteti Metropolitan i Tiranës dhe kryesisht nga Gledi, është bërë pikërisht për këtë qëllim. Faleminderit. Gjithashtu siç e përmendi profesori, jemi dhe me Gledi Taçen, themeluesin e Robotech. Përshëndetje Gledi. Përshëndetje. Fillimisht mund të na tregoni me disa fjalë si filloi Robotech dhe çfarë është ajo? Robotechu lindi disa vite më parë kur unë isha në vitin e parë bachelorit në Universitetin Metropolitan Tirana dhe lindi si një ide që unë e kisha për një startup. Duke qenë se Universiteti Metropolitan Tirana krijon shumë mundësi për studentët dhe jo vetëm për studentët, por për çdo që i afrohet. Në atë kohë dhe sot vazhdon të organizon një kompeticion që është Startup City që i atribuohet startupeve në përgjithësi. Ideja e Robotechut lindi si një hapësirë, ta thua, që unë nuk e gjeja në atë periudhë në Shqipëri, ku të bënte bashkë të rinjt, jo vetëm student, por edhe gjimnazist, çdo të ri në vendin ton, ku të shpërndanin një uri të eksperiencat dhe të gjithë informacionet që ata akumulonin gjatë ditës nëpërmjet njëri tjetrit në fushën e teknologjisë kryesisht dhe robotikës më specifikisht. Pata fatin që të shkoja deri në finalet të këtij kompeticionit. Unë kam thënë vazhdimisht dhe them shpesh që për ironinë të fatit gjithkush mendojnë që unë pata fituar një çmim atje dhe nga ajo nisi edhe pjesa tjetër e ecërisë, por në të vërtetë nuk fitova asnjë nga çmimet. Për ironinë të fatit. Por që e lidh gjithmonë me pjesën që jo çdo e keqe vjen për keq, apo jo çdo refuzim është gjithmonë e keqe, ta thuash. Në rastin tim ishte një sukses. Çdo talent fillimin e parë ka me humbje. Po. Ti mos u shqetëso për Jo, unë jam shumë i lumtur për këtë. Jo, ajo çka do të theksoja në raport jo vetëm me projektin që ka iniciuar si fillim Gledi, që tani është krijuar një brand serioz dhe përfaqësues anë mban Shqipërisë, për sa i përket kompeticionit të Robotechut. Thelbi i universitetit ton pra Universiteti Metropolitan të Tiranës ka të bëjë kryesisht në angazhimin e një strukture të tërë në disa programe që ka të bëjnë kryesisht në inxhinieri, në shkenca kompjuterike dhe në ekonomik, por thelbi jon totalisht është tek inxhinieri, tek një program i jashtëzakonshëm që ne kemi futur dhe jemi ndër parat në Shqipëri që ka të bëjë me inteligjencën artificiale. Ne këtë kemi në 3 programe, pra në bachelor, master dhe doktoratur. Sepse duke parë zhvillimet teknologjike që gjithçka është e përparuar drejt së ardhmës dhe gjithçka kërkon angazhimin maksimal në këtë drejtim dhe universiteti jonë është fokusuar te ky drejtim. Ajo çka duhet të thoja unë, çka sot është më e rëndësishme për çdo familje shqiptare, për çdo nxënës, ka të bëjë me faktin e 3 gjërave kryesore. Kryesisht cilësinë, pra nëse ti je sot gjimnaziste, familja jote kërkon që nesër në të ardhmen tënde të jetë në një universitet i cili ka cilësi. Pra, kërkon pedagog serioz. Në Universitetin Metropolitan të Tiranës, pedagogët nuk janë thjesht pedagogë të cilët vinë japin leksione rreth një lëndë të caktuar, po janë mentor të studentit. Pra, ti një pedagog do e kesh vazhdimisht gjatë gjithë ditës për të dhënë ty përgjigje dhe për të qenë shumë pranë teje edhe kur ti ke shqetësimet tua rreth çështjes apo leksionit në fjalë.
Pra ka një cilësi shumë të lartë për sa i përket anës të laboratorit. Laboratorët janë totalisht modern, bazuar në standardet europiane, por ajo që unë do doja të theksoja dhe që është shumë e rëndësishme për Shqipërinë pikëpari, për atë që po kalojnë sot familje shqiptare, ka të bëjë kryesisht me mundësinë apo shanset që t'jep Universiteti Metropolitan i Tiranës në raport me programet e vet, sepse programet që ne kemi janë programe që në të ardhmen në përfundim të universitetit studenti siguron një vend pune të mirëpaguar, sepse janë programet e së ardhmes, janë programe sot të gjithë kërkojnë në inxhinierë të cilët kanë mbaruar një universitet shumë të fortë. Pra, unë besoj që kemi arritur në një fazë që sot nxënësit kur vinë në universitet nuk kërkojnë më thjesht të vinë të kalojnë, po duan të kenë cilësi, pra duan të mësojnë, sepse nesër do jenë konkurrues në treg. Sot është shumë e rëndësishme konkurrenca, ndaj dhe Robotek, por dhe shumë programe të tjera në universitetin tonë jepet rëndësi, për arsye sepse para zbulohen talentet të reja, i jepet një shans dhe mundësi të rinjve anë mban Shqipërisë për të pasur një ambient ku atë talent që kanë, atë ide që kanë, atë mendim që kanë, ta vënë në zbatim dhe po themi jo vetëm sponsorizohet, po shtyhet më tej një projekt që neve na bën konkurrues jo vetëm në Shqipëri, por anë mban në Europës, në rajon. Pra, ky është qëllimi jonë, të jemi konkurrues në këtë drejtim. Dhe unë besoj që në këtë kuadër është një gjë pozitive. Por ajo që duhet të theksoj ka të bëjë kryesisht me mundësinë që i jepet këtij programi dhe edhe Gledi si themeluesi i Robotekut ka arritur që të ndërtojë një ekip shumë serioz, shumë përfaqësues, ju do keni edhe në Korçë të ftuar persona apo gjimnazistë të cilët marrin pjesë në këtë kompeticion, por kjo është vështirë në gjithë Shqipërinë. Pra janë gjimnazistë të cilët vërtet vinë dhe garojnë me njëri tjetrin, por garojnë me dije, garojnë me atë çka të duan për të ardhmen e tyre. E gjithë thelbi i Robotekut ose tema që ne kemi qëndruar këtij viti ka qenë fokusuar në dy sektorë shumë të rëndësishëm që janë aktual në Shqipëri, siç është turizmi dhe agrokultura ose smart farming. Të gjithë grupet e gjimnazistëve që bën pjesë e Robotekut, që janë dhe në garë aktualisht, sepse momentalisht ne jemi dhe në valën e gjysmë finales, ku nga 27 ekipe do të kalojnë 10 në finale, dhe më pas do të ketë sërish një pjesë, një garë akoma më intensive të themi. Është vetë fakti, domethënë të veçantën që na i bën gjimnazet, është vetë fakti që këto grupe që janë krijuara nga dëshira e tyre, kanë një cilësi që dhe kanë dhe një janë të përgatitur. Një përgatitje, ta thuar, edhe një etje për të mësuar akoma më tej përveç asaj që shkolla u ofron. Pra thellohen më shumë në njëri të tyre rreth kësaj çështje. Po. Cilat janë disa prej projekteve që janë realizuar nga nxënësit e grupeve të ndryshme? Atëherë, këto të viteve të këtij viti unë do t'i lë surprizë. Se e ka shkëllën tjetër. Nuk dua ti përmend momentalisht, por mund t'ju tregojmë ato çfarë janë kryer vitet e kaluara. Duke qenë se ne kemi padur edhe mbështetje shumë të fuqishme të Kod Kryeministrisë ose Qendra për hapje dhe dialog edhe Agjencisë Kombëtare të Rinisë, kemi padur projekte në fushën e turizmit, në fushën e pastrimit, kemi padur projekte si asistent personal, si puna mund të themi Alexas ose këtyre pajisjeve teknologjike të themi që përmbajnë inteligjencë artificiale ku të japin përgjigje, të dërgojnë për lokacione të ndryshme, të japin informacione mbi situatën, mbi shumë të përdorshme në ditët e sotme. Kemi krijuar robot të cilët i nevojiten shumë turistave, për shembull në vende si qytete turistike si Gjirokastra, si Berati, Korça, kudo që mund të jenë të përdorshme për pjesën e asistimit. Për shembull, një turist mund të vinte të fliste robotit, ai ta shoqëronte, ta pyeste për monumentet kulturore, për teatrët, për muzeet e ndryshme dhe ai shoqëronte robotin gjatë gjithë kohës. Kjo përdor normalisht disa teknika të avancuara të Kur që konkretisht në Korçë është e rëndësishme për Korçë, Korçë është qytet turistik, ka nevojë për konsulent për ndihmë. Vjet kemi patur edhe projekte të cilët kanë qenë në ndihmë të individëve me aftësi të kufizuara, për shembull të verbërve. Ishin disa robot të cilët
asistonin të verbrit në marrjen e ilaçeve në orare caktuara me ushqimin, dërgonin të dhëna ose mesazhe tek familjarë që ka këtë shqetësim ose është kjo situatë që po ndodh momentalisht në shtëpi e tjera me radhë. Ka qenë edhe shumë projekte të tjera, por ne këtë vit, duke qenë se jemi fokusuar tek turizmi edhe tek agrokultura siç e përmendëm, edhe në Korçë, projekte që vetë grupi gjimnazistëve kanë shprehur dëshirën për ta krijuar, edhe ne kemi asistuar dhe kemi trajnuar për gati 3 muaj me radhë. Kur flas ne me fjalë ekipi studentëve të Universitetit Metropolitan Tirana bashkë me pedagog. Kemi asistuar në pjesën e inteligjencës artificiale që është përveç se është risi, por është edhe diçka që është shumë e prekshme sot që ne mund të flasim. Dhe në këtë lloj forme kemi rritur një cilësi kemi krijuar një cilësi më të mirë për brezat që do vinë. Pra Gledi e qartësoi kur tha që kanë 3 muaj që investohen në këtë drejtim. Pra do të thotë që ajo çka në thelb Universiteti Metropolitan i Tiranës ka, përveç se është një universitet serioz në këtë drejtim, pra thash në deg që kanë lidhje me inxhinierinë, me arkitekturën, me inteligjencën artificiale, me programin e ekonomi, ajo çka është thelbi është që pedagogu të jetë sa më afër studentëve, të jetë pjesë e rritjes së tij brenda akademik, jo vetëm për universitetit, po të ndiqet edhe në vazhdimsinë e tij. Pra në raport dhe me internshipet që ne kemi rreth 95 internshipe me kompani apo industri vendase dhe të huaj, kemi Erasmus, që është një program jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për të vazhduar studimet edhe në vende të tjera europiane. Ajo çka do të theksoj ka bën faktin që pedagogët shikohen më shumë në aspektin e një individi i cili e rrit studentin brenda universitetit dhe i qëndron atij pranë. Pra, po të pyesni dhe gjimnazistët e Korçës, të cilët janë pjesë e robotekut, ato aty kanë bën me profesor, doktor të rëndësishëm në fushat e investimit të tyre. Pra, mendoj që jo vetëm janë pjesë e një kompeticioni, por thellojnë dhe njëri të tyre dhe i bën ato që të zgjedhin të kenë një zgjedhje të sigurt për të ardhmen e tyre. Ajo çka është më e rëndësishme është që të kthehet universiteti në një derë e hapur për të pranuar çdo që ka një ide, ka një projekt dhe ka nevojë për një po themi infrastrukturë të universitetit për të çuar përpara. Pra qëllimi ky është që ne të jemi pjesë e një aksioni të tillë kombëtar i cili kthehet edhe në shërbim për komunitetin, sepse Gledi tha pak më parë, aksioni që po bëjnë sot po themi përfaqësuesit e robotekut ka të bëjë kryesisht me shërbimin që mund t'i japim në turizëm. Pra Shqipëria është një vend turistik. Pra ideja e tyre janë rreth shërbimit që mund t'i japin në turizëm, duke përmirësuar po themi cilësinë e turizmit. Ose çka kanë bërë? Kanë bërë një studim vet, Gledi me ekipin e vet, cilat janë problemet që mund të ketë sot Shqipëria në raport me turizmin. Për shembull, kanë problem edhe në informacionit për shkak sepse në sezonin turistik të gjithë po themi burime njerëzore fokusohen në 2-3 fusha. Atëherë këto punojnë për bërë një program të tillë robotekut që një robot i cili jep informacion për atë vend turistik. Por kjo është mundësi dhe shansi i jepet një të riu duke bërë pjesë e një veprimtarie të tillë që ia siguron Universiteti Metropolitan i Tiranës. Ndaj po them që kjo shikohet si një projekt afatgjatë, një projekt i cili në thelb ka disa drejtime. Nuk është vetëm thjesht që ky të bëhet pjesë e studimeve në UMT, sepse në fund të ditës një nxënës do ketë dëshirën e tij. Në gjykimin tim, zgjedhja është e lirë, por kjo është një mundësi që të investohet dhe në të ardhmen e vendit, por është një mundësi që nëse ky vend ka disa talente, të jepet mundësia e përfaqësimit të tyre në mënyrë dinjitoze. Dhe në Universitetin Metropolitan i Tiranës e ka krijuar këtë kusht tani më për nxënësit apo dhe për gjimnazistët e vendit. Për theksuar edhe diçka tjetër që është një plus për të gjithë ata që e prekin dhe e shijojnë si ndjesi përveç eksperiencave të tyre, është edhe fakti që ne dhe në edicionet e përpara kemi nxjerrë dhe startupe. Domethënë, nga roboteku kanë lindur edhe startupe, të cilët janë financuar nga agjencia Startup Albania, cilën e falenderojmë se në fund të ditës ka arritur u ka dhënë suport grupeve që të krijojnë një prototip, të krijojnë një ide biznesi që nesër mund të jetë shumë e fuqishme dhe të konkurrojë në treg. Realisht promovimin e trinjve për promovimin e trinjve. Dhe ndërto mund të përmendim disa
por që janë vërtet projekte të cilët sot dikur ishin thjesht projekte, të cilët u krijuan në prototipe të vogla dhe garuan dhe fituan edhe çmime përkatëse në Robotech, gjatë kompeticionit, por u konkluduan dhe duke u krijuar si biznese, si startupe. Si është strukturuar programi gjatë vitit akademik? Në sa faza është ndarë, çfarë ka ndodhur në secilën fazë? Atëherë, vazhdo. Gjatë vitit akademik ka 2 sezone, siç është edhe kurrikula nga Ministria e Arsimit, që jepen lëndë përkatëse të ndara sipas një lidhjeje dhe një renditje që lëndët kanë me njëra tjetrën, që do të thotë çdo gjë merret, për çdo deg merret çdo lëndë në momentin e duhur dhe duke u ndërlidhur dhe duke u ndërthurur me lëndë të tjera. Njëkohësisht edhe pjesa që studentët, sepse mentorët e grupeve janë studentë të Universitetit Metropolitan Tirana, jo thjesht të një fakulteti, për shembull, siç është Fakulteti i Inxhinierisë Kompjuterike dhe IT, që edhe unë vetë kam qenë dhe vazhdoj të jem deri në përfundim të masterit. Aktualisht jam student masteri në vit të dytë për degën e AI në profil cyber security, por edhe gjithë grupi i trajnerëve, i mentorëve, janë të gjithë studentë dhe janë të degëve të ndryshme, edhe të fakulteteve të ndryshme. Kjo do të thotë që, pse përmenda këtë, ne kemi një bashkëveprim mes 3 fakulteteve që dhe na bën të bashkuar gjatë gjithë kohës që çdo sfidë, le ta themi, ne e kalojmë gjithë së bashku. Kjo është më e mira. Thelbi është edhe çka tha shumë. Pra, janë inxhinieria, arkitektura, ekonomiku, por këto të ndërthurur të 3 fakultetet bashkë me njëri tjetrin, pra janë të lidhur me njëri tjetrin. Ajo çka është shumë e rëndësishme që Kledi e nisi pak ta thoshë, ka bënë faktin që programet mësimore, pra të studimit në UMT janë shumë të thjeshtë në raport me universitetet tjera. Për një arsye, ne kemi zhvillimin e programit, po themi, nga ora 8 e mëngjesit dhe në orën 1, me qëllim të i lëmë mundësi studenti që të përgatitet pas kësaj ore të përgatitet për jetën e vet të përditshme, për aktivitetin e tij, sepse është mund, pra çdo gjë që është hartuar në Universitetin Metropolitan të Tiranës është hartuar mbi bazën e lehtësisë që duhet të ketë studenti dhe për të bërë jetën e vet aktive, pra jo një orar, po themi, i zgjatur, ku fillon mësimi në orën 8, bën 3 orë pushim, vazhdon brambas ditë, ai nuk ka as mundësi të studiojë, nuk ka as mundësi të ndjekë jetën e vet aktive, ndoshta dikush mund të jetë pjesë i angazhimit në një projekti part-time, pra këtë gjë, po prandaj kjo gjë është bërë në këtë lloj, është menduar në këtë lloj mënyrë me qëllim që studenti të ketë lirinë e tij të veprimit pas orës 1 për të ndjekur agjendën e tij dhe të angazhimit të tij. Por ajo çka duhet të theksoj që është shumë e rëndësishme sot ka të bëjë me faktin që programet e Universitetit Metropolitan të Tiranës janë programe të cilët janë të unifikuar me tregun e punës. Sot në çdo studim që bëhet në vend, jo vetëm në studimin për sa i përket arsimit, por kudo, çdo prind kërkon që fëmijë e tij të studiojë në një universitet apo në një fakultet i cili është unifikuar nesër me tregun e punës. Saqë ju jeni gjimnaziste, do mbaroni gjimnazin, dëshira juaj është që kur të mbarosh gjimnazin të jesh në një universitet apo në një fakultet i cili e ka të sigurt tregun e punës dhe të jetë paga e mirëpaguar, sepse të gjithë për këtë po angazhohen. Pra sot unë mendoj se sot nuk vuaj njëri që të punoj apo të marrë një pagë. Unë shoh shumë të rinj që angazhohen për ditë marrë paga, por problemi është, sfida është për të pasur një pagë të mirëpaguar. Për të pasur një pagë të mirëpaguar, pra që ti kur përfundosh studimin të jesh një student e cila fillon direkt punë në profesionin tënd, në privat apo kudo është çështje tjetër, por po themi nëse ti mbaron inxhinierinë dhe arkitekturën, atëherë paga tjetër e mirëpaguar, por që tjetër e mirëpaguar ne kemi disa angazhime gjatë vitit studentor. Çfarë ndodh? Pra, ju vini në universitet, vazhdoni studimin, e thashë pak më parë, pedagogu kthehet në mentorin tuaj, pra nuk është një pedagog që t'jep ty 2 orë mësim ikën dhe jep 2 orë në vend tjetër, por është me ty gjithë ditës. Nëse ti ke një shqetësim, gjithë se kupton, është pjesë e agjendës tënde për të qenë mentori jot, pra për të qenë udhëheqësi veprimtarisë tënde në universitet dhe gjatë procesit të studimit, pastaj ne nëpërmjet internshipeve që bëjmë me industrinë vendase dhe të huaj japim mundësinë që ju kur përfundoni 3 vjeçarin, bachelorin dhe masterin, kur të konkurroni për një vend pune, të konkurroni me eksperiencën e nevojshme për atë pagën e mirëpaguar.
Pra ne duam, s'duam, ky është problemi sot. Prandaj ne kemi menduar këtë dhe strategji, pra cilësi, pedagog të huaj dhe vendas, programe në anglisht, shumë të rëndësishme në gjuhën angleze, internshipet, Erasmus, me qëllim që kur të përfundoj gjithë cikli i studimeve, nesër studenti kur të konkurrojë për tregun e punës, kur të çosh ti CV në një institucion privat, po themi, ai mos thot sa vite eksperiencë keni ju, tu keni punuar ju, po kur ti shkon CV-n, i tregon që ka mbaruar tek Universiteti Metropolitan i Tiranës për inxhinieri, për inteligjencë artificiale. Kam bërë këtë internship për 1 vit apo 2 vjet në këtë institucion të rëndësishëm, vendas dhe të huaj, atëherë ti jap për të vazhduar veprimtarin tënde në atë vend pune dhe ti je sigurt që paga do jetë e mirë paguar, sepse sot ajo është diferenca dhe sot jemi korrekt gjithë sot luftojmë për të qenë konkurrent në tregun e punës. Konkurrent je me cilësi. Po, ai është synimi pra, i të gjithëve. Dhe nëse vin, edhe ne këtë parim kemi, sepse mund na kritikojnë shpesh na thon, janë të ashpër, po është universitet shumë i fortë. Po patjetër, ka cilësi, sepse unë nuk dua vetë që nesër nëse ju mbaroni inxhinieri ndërtimi dhe ku jeni pjesë e ndërtimit të një objekti pësoj dëmtime për shkak pavarësisë që ju keni, se s'keni marrë njërit e nevojshme, apo kur jeni pjesë e mbrojtjes kibernetike e sistemet i merat. Pra, qëllimi është cilësia. Qëllimi jonë është që përveç cilësisë të ketë një internship, ketë një eksperiencë gjatë kohës që ai vazhdon universitetin. Të ketë një mundësi studimi me Erasmus në vendet universitetet europiane, që ne kemi bashkëpunim. Por mbi të gjitha, e gjithë këtë veprimtari nuk bëhet me shumë stres. Se shumë gjëra që thashun më dëgjoni në gjimnazistët, sa stres, nuk ka stres. Atë mendova. E pas shikimin tënd, pra ky nuk është stres. Sepse pedagogu është mentori yt. Pedagogu është ai që ta bën ty të lehtë gjithçka. Pedagogu është ai që të orienton rreth leksionit dhe seminarit, rreth zgjidhjes së temave që ju do keni të diplomës etj me radhë, por është pedagogu që udhëheq drejt zgjedhjes së një internshipi, që udhëheq drejt zgjedhjes së Erasmusit dhe që është pjesë e gjithë, po themi, jetës tënde universitare. Për këtë mund t'ju flasi 5 vite student. E mira është të gjitha ato që sapo përmendi Ndriti janë shumë të vërteta. Ne kemi ka patur shumë raste dhe ka shumë raste që studentët punësojnë për kompani qoftë vendase por edhe të huaja që gjatë periudhës janë në studime. Domethënë pa përfunduar bachelorin ose masterin, po bachelorin. Kemi goxha raste, kemi goxha studentë të cilët sot punojnë në korporata shumë të mëdha që janë edhe globale, për shembull që operojnë me tregun e Amerikës, me tregun e Kanadas, me Azinë, në fusha të ndryshme si dhe në programim ose në security, në network, në deg shumë ndryshme, por kemi edhe shumë studentë që punojnë edhe në Shqipëri në sektorin e ndërtimit, të arkitekturës, domethënë ne çdo gjë që ofrojmë si një full package, ta themi, që të kompletohen të gjitha me kompanitë më të mira të huajt, domethënë sot vim me një panajër work and study që zhvillohet për vita e fundit, zhvillohet çdo vit ai panajër, dhe sot unë isha në panajër duke drejtuar stendën e Universitetit Metropolitan të Tiranës dhe 2-3 bashkëpunëtorë tonë, cilët janë institucione shumë të rëndësishme, po them korporata shumë vëllavendase dhe të huaj, kërkojnë që të studentët e vitit fundit, vitit 3, të cilët kanë mbaruar tek ne në të 3 programet, më të mirë të tyre, ti marrin, ti të trajnojnë dhe 1 muaj dhe pastaj ti bëjnë gati për kur të diplomohen, ti bëjnë gati kanë pjesë të ekipit të tyre. Pra kjo është e mira që sjell Universiteti Metropolitan i Tiranës, sepse ne dim shumë që problemi sot shumë është punësimi. Po. Kjo është normale sot, sepse çfarë duhet shkolla? Duhet që ti nesër të kesh të punësohesh normal. Të kesh një vend pune të sigurt dhe mirë paguar. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ne në kuadër kësaj punojmë që në vitin e parë me studentit. Pra, që në vitin e parë ka një përkushtim maksimal. Kjo ndoshta ka të bëjë me faktin se degët tonë janë shumë specifike. Pra investimi jon nuk është shumë i shpërndar. Për shembull ne kemi ato që sapo thash unë në çështjet e inxhinierisë, pra degët shkencore, por kemi edhe ekonomikun, pra nuk kemi shpërndam në fakultetin e drejtësisë, në shkencat sociale të tjera. Investimi jon është këtu për pasur cilësi, për pasur mundësim përkushtimi maksimal ndaj studentit dhe pastaj për ta ndjekur atë drejt një diplomimi
të mirë dhe të ketë nesër një mundësi punësimi dhe ndjehemi krenar. Ne ndjehemi krenar kur shikojmë studentët tanë që sot janë pjesë e ekipeve më të mira të qoftë administratës publike, por dhe asaj të private. Dhe në kontakt që kemi për ditë me studentët, të cilët vinë për ditë për të bërë pjesë e regjistrimit për vitin e ardhshëm, vitin akademik që po vjen, ajo çka ne kemi parimi kryesor është përkushtimi maksimal ndaj një studenti. Pra, qëllimi jon është jashtëzakonshëm që jo vetëm thjesht ai të diplomohet dhe të marrë diplomën e Universitetit Metropolitan të Tiranës, por ne ndjehemi krenar kur investimi i universitetit mbi bazën e strukturës që ka, lidhjen që ka me kompanitë vendase të huaj, Erasmus e të tjerë, të kthehet në produktivitet që të jetë modeli ynë nesër në atë korporat apo në atë industri. Dhe gjë për ta theksuar edhe si lidhim në robotekun me gjithë këto benefite që tham. Vetë duke qenë pjesë e një grupi i cili punon për realizimin e një roboti që është krejtësisht autonom, jo kryesisht, po krejtësisht autonom, lidhet me vetë faktin që për të realizuar një projekt të tillë duhen të përfshihen bashkë fusha të ndryshme. Si tek fushat e programimit, si tek fusha e dizajnit apo e krijimit të strukturës, si tek pjesa e komponentëve, konsumit, përgatitja që grupet bëjnë gjatë prezantimit që lidhet me faktorët ekonomik, kostot ose çfarë benefitesh i sjell ekonomisë qoftë vendas lokale apo dhe rajonale këto projekte, domethënë lidhen shumë mirë pjesët e fakulteteve dhe planin e biznesit e bën ekonomiku. Këto bëjnë ndërtimin e robotit. Ne bëjmë ndërtimin, asemblimin, krijimin logjik, veprime se si ai do funksionojë. Pjesëtar të grupit merren me pjesën e dizajnit që mund të jenë dizajne të formave ose të veprim të asaj se si e percepton syri si robot, se ka të bëj shumë për shembull. Ne kemi edhe profilin profesional, se pjesa e dizajnit, dizajner dhe turizëm. Po. Që është profesional, pra studentët cilët duan që të jenë pjesë e një arsimi profesional, turizmin dhe dizajni është pjesë. Domethënë jo profesional të mesëm, profesional të lartë. Është kriteri mbi bazën e mesatarës tim. Po, gjatë pjesëmarrjes si një gjimnazist në robotek, çfarë aftësish ose njohurish të reja mund të përftosh? Atëherë, përftoj njohuri kryesore dhe ajo që bie direkt në sy është pjesa e programimit, aftësia ku njihen me komponent ose me gjuhë programimi si Python, Java e të tjerë, për pjesën programim në HTML, për pjesën e krijimit të webeve, krijimit dinamike e tjera me radhë. Dyta i punon me një pedagog që është doktor shkencash. Po. Pra që ai qëndron pra një doktor shkencash vit merret të 3 muaj me një pra praktikisht ai ka bërë një internship. Ai ka bërë një internship. Pra ju do flisin dhe me nxënësit më fal Gledi. Patjetër. Do flisin dhe me gjimnazistët e Korçës. Praktikisht vetëm aftësitë që ka Gledi vetë që ka ideuar, e ka prezantuar në MTO-ja, u bë po themi shtëpia e çuarës përpara të këtij projekti, po aty ke të bësh me profesor të cilët kanë mbaruar fusha të ndryshme, pra çdo veprimtari, të cilët janë doktor shkencas në fushën e vet. Pra, qëllimi është që Gledi të ndërthurim çdo fakultet në këtë projekt. Ai është brandi i Universitetit Metropolitan të Tiranës. Ne kudo që shkojmë në çdo vend të Shqipërisë na njohin për shkak të robotekut, sepse ka bërë i çdo një mundësi, pra praktikisht po ta logjikosh, pra dhe po të arsyetosh në të drejtim, është një shans që është dhënë gjimnazistëve për të bërë një internship, për të bërë një kurs, po themi 3 mujor në këtë. Dhe mbi gjitha falas, pasi lloj kosti. Patjetër, kjo pra është 0 në raport me nxënësin. Pra ai ka bërë një internship 3 mujor, ka bërë një kurs 3 mujor, po shiko sa gjë e jashtëzakonshme dhe pozitive është roboteku dhe Universiteti Metropolitan të Tiranës. Pra një gjimnazist që vjen për të marrë pjesë në robotek, ai nuk mëson vetëm thjesht si ndërtohet roboti, po ai mëson dhe si shitet ky projekt në treg, pra PR-in. Ai mëson dhe se si duhet bërë një plan biznesi. Mëson edhe si të flasim në publik. Pra nëse ne do bëjmë këtë robot, për këtë gjë që do shërbej po themi turizmit, ai atëherë studion tregun, pra bën një ndërthurje të shkencës me ekonomikun, me marketingun dhe është në finale deli përgatitur. Për shembull, nëse në brezi im kur unë isha në gjimnazist, ishte e vështirë të arrihet kuptoj se si ndërtohet një plan biznesi. Se si ndërtohet një robot ishte pa imagjinuar në atë kohë, por se si mund të shkojë përpara në një plan biznesi, sot
e kanë gati. Prandaj dhe pjesëmarrja e gjimnazeve është shumë e madhe nga gjithë Shqipëria, sepse shikojnë si një vend dhe për të thelluar njohuritë e tyre në këtë fushë. Çfarë ndikimi shpresoni që të ketë kjo iniciativë tek pjesëmarrësit? Ndikimi Pra Gledi tha nuk ishte fituesi. Unë nuk atëra. Por sot është personi, po themi, që bashkë me ekipin me studentë të tjerë të UMT-s dhe ekipin që bashkë kanë çuar para këtë projekt, ajo çka përfiton është shumë e qartë. E para ti ke një gjimnazist apo një nxënës i cili të mëson komplet nga fillimi se si ndërtohet një robot me bazën shkencore të kësaj veprimtarie. Nga ana tjetër, ai mëson kulturën e punës, e dyta mëson komunikimin, e treta mëson ekonominë, planin e biznesit, por e katëra që është më e rëndësishme, ka një mentor që është një pedagog që është doktor shkencash që atë e ndjek për 3 muaj. Pra, është ne kur jemi në bashkëpunim me këto partnerët tanë që merren me këtë industrinë e huaj dhe vendas për internship, për të çuar student, për t'i punësuar, pra për t'i punësuar, atje gjë e parë që na thonë ato, thonë shumë mirë, po do i marrim një muaj t'i trajnojmë. Këto e kanë gati, janë trajnuar. E kanë bërë trajnimin. Përveç aspektit profesional është edhe aspekti personal. Domethënë çdo gjimnazist që vjen aty ka mundësi që të zhvillojë aspektet e veta personale si komunikimi, të krijojë një rrjet të ri shokësh, shoqesh, por jo vetëm tek pjesa e shoqërisë, por edhe të krijojë dhe një rrjet më të gjerë tek pjesa e specialistëve, të krijojë laboratorët që ne kemi, sepse to punojnë në laborator. Gjeti për shembull të martë mërkur merret me ekipet e Tiranës. Unë kam një vajzë vogël në klasë parë, e cila shkon dhe i shikon këto se si këto punojnë në laboratorët e Universitetit Metropolitan të Tiranës mbas dite për të ndërtuar këtë projekt. Pra, e gjithë ai universitet është në funksion të nxënësve të gjimnazit në këtë detim. Pra, laboratorë shkencor modern, pedagog shumë serioz, staf akademik i përgatitur, ambiente cilësore, pra gjitha janë në funksion të këtij projekti dhe besoj është krijuar, unë e pash edhe në këtë panarin që bëm tani në gjithë Shqipërinë që ishin lëvizje, ishim në Korçë, e pas që gjën e parë që na shikonin logon Universiteti Metropolitan të Tiranës apo Robotek. Pra është krijuar një brand, është një lidhje. Dhe jo, kjo tregon ndjemi pozitiv, sepse në fund ditës kjo tregon që ato e shikojnë si një mundësi të mirë për të krijuar, për të thelluar njohuritë dhe aftësitë e tyre në këtë drejtim. Dhe unë besoj që është shans i mirë Universiteti Metropolitan të Tiranës për këto të rinj që duan të ndjekin këto deg, pra degët që kanë lidhje me shkencën, degët që kanë lidhje me inteligjencën artificiale. Pra ne kemi për të parë, është i vetmi universitet në Shqipëri që ka inteligjencën artificiale në bachelor, master dhe doktoratur. Ne aspirojmë shumë edhe objektivat tonë i ka lënë kufinë e Shqipërisë. Kemi, domethënë, edicionin e parë se fillimet e robotekut i fillon shumë të vogla, bënim thjesht disa trajnime, merrnim grupe gjimnazistë, na vinin grupe gjimnazistësh, të cilët i trajnonim disa ditë për koncepte shumë të thjeshta bazike. Më pas vitin e dytë të jetës ose vitin e parë të kompeticionit krijom kompeticionin që ishte në rang Tirana. Domethënë kishim 9 gjimnaze nga Tirana që konkurronin me njëri tjetrin. Pati një impakt goxha të mirë, goxha pozitiv. Dhe vitin e dytë e kaluam në rang kombëtar, ku kishim dhe ato projekte që unë ju përmenda pak më parë. Edhe këtë vit jemi përsëri në rang kombëtar, por jemi më të zgjeruar në akoma më shumë qytete. Nëse do kalojmë tek aspekti i shifrave, ne kemi patur në fillim fare grupe me nga 15-20 gjimnazist, më pas kaluam në ajo nuk është më çështë shifre, ka të kaluar shifrat. Ne po mendojmë tani idetë tona për vitin që vjen është që të krijojmë në rang ndërkombëtar. Në rang ndërkombëtar dhe ne fituesit tan të sfidojnë nxënësit e vendeve të rajonit të Tjermera, dhe ky është qëllimi jon, që Shqipëria të njihet në këtë fushë për këtë gjë. Pra është të rrisim cilësinë edhe të por unë besoj por unë besoj nxënësit do ja shpjegojnë më mirë se si janë ndjerë në këtë projekt. Cilat ka qenë disa prej sfidave më të mëdha gjatë organizimit të këtij projekti? Sfidat. Atëherë ne çdo sfidë kemi marrë me buzëqeshje.
me pozitivitet edhe nuk është na janë dukur të gjitha shumë të ëmbla ta thuash në po sfit to kanë për shkakun që bëjnë gati robotin për një gjë shumë të vogël teknike për gjysmëore përpara fillimit të kompetencionit nuk funksionon. Ai do të hapi pra nga fillimi ashtu me ta vënë punë të fitoj. Kjo është sfidë. Përveç kësaj, sfidat kanë qenë edhe domethënë të tipeve të ndryshme, për shembull, kemi patur sfida me orët e vona të punës. Kemi punuar jashtë atij orari që mund të themi për shembull, por kemi patur kënaqësi gjatë këtij momenti, gjatë këtyre momenteve. Asaj sfida më të madhe që kanë kaluar në bashkëpunim me pedagogët e Universitetit Metropolitan të Tiranës. Pra, ka pas probleme shumë që janë po themi bllokohen emocionalisht, është normale, një nxënës mund bllokohet. Ka qenë pedagogu aty i cili ka arritur ta suportojë për të çuar përpara projektit. Por kemi edhe shumë momente fani me grupet. Unë njoftoj edhe personalisht që mund të aftohen në gjysmë finale, është në datën 27 mars në Durrës. Aty do të zhvillohet ceremonia dhe gjithë prezantimet e grupeve. Ka momente shumë fani, ka momente ankthi ta themi. Normalisht. Sepse është pjesa do kalojmë, punoj kodius, punoj sensori, u lidh dëmtua. Çdo gar ka sfidën. Po këto janë të bukurat e garës, ta thuash. Çfarë pritshmëri keni për finalen? Për finalen, pritshmëritë janë shumë të larta. Domethënë ne kemi që kur filloi ky edicion këtë vit, filloi me një vrull shumë të madh. Jo vetëm nga ana jon e mentorëve dhe pedagogëve, por edhe nga ana e gjimnazistëve. Filloi me një vrull sepse ishin më të përgatitur që më përpara dhe një pjesë e mirë e tyre duke qenë se kishin dëgjuar dhe i panë se çfarë ka ndodhur vjet dhe par vjet me robotekun, këtë vit erdhën më të përgatitur dhe vet. Kishin punuar në shtëpi, ishin marrë me pjesë teknike më tepër, kishin u lumtuar më shumë edhe kur erdhën kanë ardhur me një vrull që edhe ne vet nuk ishim të përgatitur por nuk e prisim që të ishte aq i madh. Por shpresojmë shumë edhe jemi shumë të bindur që këto projekte nuk do ngelen thjesht projekte të një kompeticioni që gjimnazistët i zhvilluan kur ishin në periudhën e gjimnazit, kryesisht në matur, por do të kalojnë në nivel tjetër që ata të realizojnë këto projekte në realizim të kthejnë në biznese ose të shesin diku tjetër, të krijojnë një treg me pak fjalë. Pra qëllimi është që ne t'i kthejmë laboratoret moderne europiane të Universitetit Metropolitan Tirana në ambiente pune për nxënësit, për 33 që kanë talent me qëllim që do të vinë aty të punojnë dhe të çojnë përpara projektit. Pra ne jemi të hapur nga ky drejtim. Të zhvillojnë dhe jetën e tyre. Është apo nuk është ai student i Universitetit Metropolitan Tirana, ai është pjesë e këtij laboratori dhe ne duam të japim një ndihmë të jashtëzakonshme në këtë drejtim. Dhe pastaj që tha Gledi, sfida është të kthehet në një kompeticion rajonal ku gjimnazistët tanë të kenë mundësi të shpalosin njohuritë dhe aftësitë e tyre në një garë ndoshta edhe përtej kufive të vendit tonë. Pra, thelbi është që ne të vendosim në ball, në front të parë cilësinë, përkushtimin maksimal në këtë drejtim të pedagogëve të Universitetit Metropolitan Tirana dhe në finale të kemi gjimnazistë të përgatitur për të balluar sfidat e tyre në këtë drejtim. Për ta thënë më kështu, universiteti nuk është thjesht vendi ku ne të vëmë të mësojmë, të kalojmë. Është Metropolitani, sot të jemi realist, është vendi ku çdo student që ka një ide, që ka patur një dëshirë ose ka patur një vizion për të ardhmen e tij, ka gjetur mbështetjen. Rasti gjallë jam unë. Jo vetëm Gledi, para një jave na erdhën dikush, nuk e përmendim për shkak etike. Janë gjimnazistë të Tiranës, kishin një projekt të tyre për të çuar para dhe ne i vëmë në dispozicion laboratorin tonë pajisë tona. Gledi ka qenë pjesë prezente i atij projekti. Ato djemt kanë zhvilluar një projekt shumë serioz, por kishin nevojë për të shtyr përpara. Ato nuk janë student të Universitetit Metropolitan Tirana. Po ajo që do të thoja unë që është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, ka të bëjë me faktin me mundësitë që jep Universiteti Metropolitan Tirana për studentët e nxënësit e ekselencës. Ne çdo vit bëjmë një testim burse. Në 18 prill kemi testimin e bursës. Pra, studentët të cilët e kanë mesataren, po themi të gjimnazit, mbi 8.8
mbi bazën e disa fashave vinë testojnë njërit e tyre në një ditë të hapur tek Universiteti Metropolitan i Tiranës dhe mbi bazën e rezultateve në testim përfitojnë bursë të ndryshëm në fushat ku ato do të konkurrojnë për në universitet. Pra kjo është një mundësi dhe një shans që jepet çdo talentit, çdo të riu që ka dëshirë që të vazhdojë në universitet dhe vërtet ka një rezultat të lartë dhe ka dëshirë për të studiuar. Pra qëllimi është që të çojmë përpara talentet e vendit tonë. Pra të jepim një shans, japim një mundësi. Nuk është qëllimi që ti ta kthesh universitetin në një biznes. Qëllimi është që ti e ke këtë universitet shumë mirë, ke një emër shumë të mirë, tani hajde ta hapet. Dhe ka vite që bëhet testimi i bursës, është një mundësi e jashtëzakonshme për çdo nxënës. Madje ne kemi me datë 18 prill kemi prurje të jashtëzakonshme në këtë drejtim dhe besoj është dita më e lumtur e jona, pasi ne aty vërtet shikojmë që nxënës anë mban vendit vinë dhe testojnë njëri të tyre ku kryesisht matematika dhe pyetje mbi matematikën dhe logjikën. Këto janë dy fashat kryesore të pyetjes dhe jep një mundësi për të vazhduar më tepër për të thelluar pastaj studimet në Universitetin Metropolitan Tirana. Me pa fjalë mundësit duke filluar që tek robotiku, edhe që kalon domethënë jashtë universitetit, por edhe tek pjesa e jetës studentore brenda në universitet, është goxha e larmishme dhe mundësitë janë të shumta. Domethënë ne kemi të flas nga eksperjenca ime si student, përveç gjithë organizimit dhe angazhimit me robotikun, ka qenë me klube studentore ka qenë goxha aktive. Domethënë ne zhvilloheshim brenda vetë studentët organizonin evente, organizonin hakathona, organizonin sfida të ndryshme që i bënin të mundur domethënë krijimin e gjithë linjës. Ju jeni gjimnaziste. Po. Ne ju ftojmë juve personalisht një ditë kur ju të keni dhe mundësi të vini të vizitoni ambientet e universitetit. Dhe nëse të keni dëshirë të jeni pjesë e një turi brenda universitetit dhe të vini të dëgjoni dhe të shikoni një orë leksion, seminar në degën që ti mund të kesh, që ti mendon se mund të jetë dega e ardhmës tënde nëse është pjesë e këtij profili që ka Universiteti Metropolitan i Tiranës dhe pastaj në off record do arrim të flasim dhe të kuptojmë se çfarë risi është për vendin. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, ishte vërtet një kënaqësi. Dhe ju uroj shumë suksese në finale. Shumë faleminderit. Kënaqësia është jona, është realisht nëse herë unë personalisht sa herë vin në Korçë kam një kënaqësi shumë të madhe për vetë faktin që ndjem një ngrohtësi të madhe. Ne nuk e mohojmë që Korça është një dashuri, kështu që. Jo. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Miq, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me pjesëmarrësit e Robotek. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë për të folur me pjesëmarrësit e programit Robotek. Kemi Olta Muharrem, përshëndetje Olta, dhe Rubin Shabanllari. Përshëndetje, faleminderit që e pranuat ftesën. Faleminderit ju. Fillimisht si u njohët ju me Robotek dhe pse zgjodhet që të merrnit pjesë në të? Okej, po nisun. Për mua është viti i dytë që marr pjesë në Robotek dhe ka qenë shumë komike viti i kaluar, pasi ne na çoi shkolla që dhe menduan se ishte ICT Clubs, por në fakt ishte Universiteti Metropolitan, dhe aty u njoha, kam bërë aplikimin në moment të fundit, drejt me thënë, dhe u pranova dhe kalova shumë bukur vitin e parë dhe këtë vit mezi po prisja. Po për ty Rubin? Ndërsa për mua është viti i parë që jam në Robotek dhe që në momentin e parë kur na u prezantua videoja e hyrjes në Robotek më pëlqeu shumë. Kam marrë pjesë në shumë aktivitete të tjera në organizata të tjera që jam bërë, po sidomos në Robotek ka qenë një tjetër eksperiencë. Kam pëlqyer që më herën e parë që u prezantua. Që në fillim, po. Çfarë keni mësuar deri tani në lidhje me robotikën dhe inteligjencën artificiale? Për sa i përket kësaj, unë mund të them që Roboteku më ka ndihmuar të njoh sensorë të ndryshëm që nuk i kisha njohur më përpara. Më ka mësuar të kuptoj se robotika nuk është diçka shumë e madhe, po çfarë po bëjnë? Po bëhet një robot, po bëhet, po ecën. Ne na dukshte më përpara si çudi, ndërsa tani kemi shumë të thjeshtë që të merremi me këto robot. Domethënë nuk është ndonjë shkencë raketash. Duke e prekur më afër, duke e prekur më afër kuptohet më mirë se si ndërtohet një robot. Plus që ne ndihmën e mentorëve që na ndihmonin, neve kuptonim akoma dhe më thellë cili ishte qëllimi dhe si krijoi një robot duke përdorur edhe programimin, duke përdorur edhe elektricitetin, edhe duke djegur ca gjëra.
Nuk ka problem. Po ti Olta çfarë ke mësuar deri tani, duke qenë se ti e përmendë që je në vitin e dytë. Okej, unë do të prandaj thash ke edhe më shumë. Po. Unë kam bërë në robotek me 0-1 për robotikën, drejt me thënë, të rim shtrenjtë dhe të flasim drejt. Ama domethënë që prej fillimit kam mësuar shumë për sa i përket programimit, për edhe pjesës së hardware-it, edhe domethënë unë personalisht robotet i mendoja që do ishin shumë të vështirë për të bërë, po në qoftë se vërtet punon për diçka dhe i kushton kohë mjaftueshme, atëherë gjithçka mund të realizohet. Cila ka qenë pjesa më interesante për ju gjatë takimeve? Për sa i përket pjesës më interesante ka qenë sidomos kur na treguan pjesët. Ishte njësoj si kur po shikonim teknologji aliene, që është ajo plata. Na erdhe thoshim, ore, çfarë është kjo, si do jetë, na tregonin sensorin e zërit, të dritës, motorët. Na thoshin lidhen kështu, është sikur thotë doktori ato dhe disa fjalë nuk i njeh, do duken shumë të çuditshme dhe nuk kuptoj. Por që ishte eksperiencë e bukur sepse filloje të shikoje kjo është bota ku do punoj gjatë gjithë jetës sime. Po. Okej, unë do flas për pjesën sociale, sepse ne nuk kemi pasur fort, domethënë relatat më të mira me njëri tjetrin, sepse kemi pasur bashkimin e dy shkollave, Themistokliu dhe Raqi, dhe nuk njeheshim, ama patëm mundësinë të njeheshim edhe me njëri tjetrin, edhe me mentorët, kemi dëgjuar muzikë shumë të mirë gjatë gjithë kohës, edhe në ato pushimet e vogla kemi folur për shumë gjëra, edhe Gledi me historitë e tij shumë të gjata, që nëse arrin ta njohësh mjaftueshëm të mahnit me ato që flet. Si ndihmon puna në ekipe në zhvillimin e ideve që ju mund të keni? Puna në ekip është shumë e rëndësishme. Gjithmonë nëse punohet vetë, është problem vetë dhe me një kompjuter, është problemi që nuk mund të gjesh dot të gjitha përgjigjet. Domethënë vetëm duke pyetur ndonjë inteligjencë artificiale ose diçka tjetër nuk mund të marrësh të gjitha opinionet që mund të jap një person që është ballë për ballë me ty, që të tregoj që ore kujdes se kjo diçka këtu mund të jetë gabim. Dhe kështu puna në grup gjithashtu të ndihmon që nëse nuk e bëj unë një gjë, ma mëson një tjetër dhe ne gati mësojmë njëri tjetrin. Plotsoni njëri tjetrin. Jemi mësues të njëri tjetrit në fakt. Është diçka shumë e bukur të bëj. Sepse vetë një person nuk mund të jetë i aftë i bëjë të gjitha. Domethënë një person nuk mund të vetëm me programimin ose vetëm me hardware-in. Domethënë secili ka prirjet e tij dhe në momentin që bashkohet një grup ku secili ka ato pasionet e tij të vogla, mund të dalë diçka vërtet e bukur. Si mendoni se njohuritë që ju jeni duke marrë tani do ju ndihmojnë në të ardhmen tuaj? Unë mendoj se të gjitha këto njohuri do më ndihmojnë sidomos direkt, është një lidhje me punën që do të bëj, me një biznes të ndryshëm që mund të punoj, ku unë mund të lidh sensor të ndryshëm, mund të kem aftësi të ndryshme programimi dhe mund të gjej një pagë të mirë dhe brenda vetes time ajo do duket punë shumë e thjeshtë sepse unë do ta pëlqej. Dhe nuk do ketë nevojë që të mundohem apo të ngrihem sot në mëngjes, nuk dua ta bëj këtë punë. Nuk besoj se do më ndodh asnjëherë. Është një shprehje që thotë nëse bën një punë që të pëlqen, nuk do punosh asnjë ditë në jetën tënde. Po për ty Olta, si ka qenë? Jo, unë mendoj që, domethënë, unë kam shumë pa vendosur për karrierën, domethënë, jam e dhur nga këto lëndë shoqërore që më pëlqejnë më shumë tek këto shkencore, te inxhinieriket, edhe besoj se roboteku më ka ndihmuar pak më shumë që unë ta kuptoj për çfarë drejtimi kam unë, çfarë më pëlqen realisht dhe çfarë ishte një punë që unë ta bëja me shef në të ardhmen. Çfarë sfidash keni hasur gjatë realizimit të projektit tuaj dhe si keni kapërcyer ato? Gjatë projektit ne kemi patur sfida të ndryshme, lidhjet e sensorëve ndonjëherë i bënim gabim, ndonjëherë programimi nuk na ecte siç duhej. Kishim djegjen e diçkaja. Një rezistor ndoshta nuk mund ta vendosnim aty ku duhej. Të paktën nuk është se dogjim ndonjë gjë të madhe, po gati aty. Lidhja e sensorëve, pastaj lidhja e rrotave, ka qenë madh dhe jemi marrë ku diun të paktën 10 orë vetëm me lidhjen e rrotave. Se nuk po gjeni pozicionin e dur me motorët dhe rrotat. Si ju ka ndryshuar mënyra se si ju mendoni dhe veproni që kur filluat që të merreshit me robotik dhe me inteligjencë artificiale? Që kur filluam të punojmë me robotekun, kemi parë që nuk është aq e vështirë sa ç'duket, dhe ndoshta duhet të provojmë më shumë herë të vëmë bast me vetveten dhe themi që ore mund ta bësh. Nuk është magji dhe nuk është aq e vështirë sa ç'e mendoni më përpara. Të rinë në zakonisht stepemi kur mendojmë diçka që na duket pak e vështirë. Nuk kemi brezi në guximtar. Dhe themi që më mirë të mos ta bëj fare se sa ta bëj keq.
por që Po, ndonjëherë Asnjë duhet nuk kuptosh përfundon që duke e është bërë më mirë keq. të bësh Po. gabime dhe të mësosh se Po. sa të jetosh gjithë jetën në gabim dhe në pendes. gjithmonë duhet marrë iniciativa sepse siç po e thoni dhe ju, ndoshta gjërat nuk janë aq të vështira, aq të frikshme sa që mund të duken. Cili ka qenë momenti më i veçantë që ju keni patur gjatë punës? Një moment më i veçantë ka qenë në rastin kur lidhem sensorët, lidhem dhe motorët, e vendosëm robotin në tokë dhe i bëm programet Në fund mori kthes. Edhe më në fund mori kthesën e vijës që kishim vendosur, se ngjitëm një vijë në mënyrë qytese. Po. Dhe kur mori kthesën dhe fillova që të ecte vetë duke ndjekur vijën, tham, Aty ishte Jemi magjistar. suksesi i grupit. Aty tham, okay, kemi bërë diçka. A keni zbuluar ndonjë aftësi të re tek vetja duke punuar tani me robotik? aftësitë të re tek vetja mund të them që më përpara nuk e ulja dot kokën të punoja, të fokusohesha për një periudhë tepër të gjatë, ndërkohë që tani kam parë që nëse e bën diçka që vërtet të fikson dhe të fokuson, vërtet mund të rish me orë të tëra nuk e për të lodhur kurrë. Po. Tepër ka- një veçantë. A ka ndonjë ide ose projekt që ju doni ta zhvilloni më tepër, më tej në të ardhmen? Okej, ne do të thoshim që është domethënë ideja e grupit ton, që është Agboti, që është roboti i mbjelljes së farave. Për shkak të një sër problemesh, pra nuk mund të kapësh një të rinë në rrugë, ti thuash ti, a e planifikon që gjithë jetën tënde të punosh në bujqësi? Po. Është shumë e rrallë që ata të thonë po, dhe ky është një problem. Pastaj edhe makinë e lirit të rënda dhe problemet me moshën e dytë apo të tretë që punojnë, dhe projekti jonë është aty që ta zgjidh këtë problem. Sa të rëndësishme mendoni se janë robotët dhe inteligjenca artificiale në jetën e përditshme të njerëzve sot? Unë mendoj se robotët dhe inteligjenca artificiale janë tepër të rëndësishëm. Ata sigurisht që nuk mund të heqin aftësinë e njerëzve për të ndërtuar sisteme prodhimi, por sigurisht që janë të aftë që të heqin ato punët e mërzitshme dhe të përsëritura, të cilat jo vetëm që harxojnë mund, por harxojnë edhe para. Para së gjitha shkoa e secilit person është para. Dhe nëse harxohet për gjëra të cilat mund t'i bëj diçka shumë herë më shpejt, pse jo? Sigurisht do ketë Do vlerë. të thënë, në një farë mënyrë njeriu është zot. Do mendoj se krijimi më i dashur i njeriu, sepse çdo zot e do krijesën e tij, është pikërisht inteligjenca dhe robotika. Dhe me anë të kontrollimit dhe menaxhimit të saj në mënyrë efikase, vërtet mund të arrish shumë. Dhe jo në sensin që të kontrollojë jetën e njerëzve apo të bëjë atë që njeriu mund ta bëjë edhe pa ndihmën e inteligjencës artificiale, por ama t'i vinë në ndihmë njeriu, ashtu siç duhet. Si ju ka ndihmuar projekti juaj që t'i kuptoni më mirë sfidat mjedisore të botës, duke qenë se ju e përmendët që tema e projektit lidhej edhe drejt për drejt me mjedisin? Për sa i përket sfidave mjedisore, un kam parë që krahasuar me ata traktorët e mëdhenj të cilët hedhin në farat, ata zakonisht harxojnë shumë naftë, nxjerrin shumë tym, Apo së shtrenjtuar tani. Do të janë edhe është edhe shtrenjtuar, ka shumë argjime, dëmton tokën, domethënë është një gjë vërtet ndotse dhe edhe vetë syri tanë mërzitet, domethënë duket sikur ne nuk duhet ta bëjmë këtë, sepse jemi pjesë e natyrës, nuk mundemi që ta dëmtojmë atë. Dhe me këtë robot kam parë që është shumë e thjeshtë të bëjmë diçka që vërtet mund të ndihmojë natyrën dhe që nuk ka nevojë të jetë të duket aq keq, sidomos në syrin e njerëzit. A ndjeni që pjesëmarrja në këtë projekt po ju ndihmon, po ju inkurajon që të mendoni në një mënyrë më kreative, ose qoftë edhe në zgjidhjen e problemeve të ndjeni më mirë gjatë saj? Po dyshim, sepse ti mëson edhe nga ana analitike të zgjidhësh problemet, por edhe nga ana kreative ti merresh me dizajnin, merresh me prezantimin, edhe mbas edhe nëse ko më parë ti je step për që të shkosh edhe të prezantosh diku para një auditori të madh, ti në këtë rast mëson që okay, ti mund ta bësh nëse vërtet përpiqesh. Se je i rrethuar nga një lloj mjedisi me kompjutera, me sensora, me njerëz të cilët mendojnë njësoj si ty dhe sigurisht që truri do të fillojë të punojë në një mënyrë të tillë që të prodhojë gjëra fantastike dhe t'i bjerë mendja për kreativitete të mrekullueshme. Sepse vetë inteligjenca është përshtatja e njeriu me mjedisin. Po. A do t'i këshilloni bashkëmoshatarët tuaj që të merrnin pjesë në këtë program? Unë personalisht do doja të kisha edhe një 3 vite gjimnast të merrja pjesë prapë. Po fatkeqësisht është viti i fundit edhe po do ju inkurajoja, edhe ju kam thënë dhe shokëve, shoqeve që kam që të marrin pjesë vitin tjetër.
dhe shpresoj që vërtet të marrin edhe të kalojnë aq bukur sa un kam kaluar. Vërtet është një vlerë e madhe për nxënësit që të marrin pjesë në këtë kompeticion. Mund të themi se edhe shumica e shokëve që un kam ua rekomandoj, sepse vërtet është një eksperiencë e bukur dhe do u hap syt, nuk i trem në asnjë mënyrë. Çfarë pritshmërish keni për finalen tani? Tani gjysmë finalen. Haj, inshallah fitojmë. Po që gjithsesi, do të thënë thjesht fakti që ne kemi shkuar deri në gjysmë finale është arritje e madhe për ne. Edhe gjithsesi kalojmë apo nuk kalojmë, secili nga pjesëtarët dhe anëtarët e grupit ka marrë gjithë ato eksperiencat, është aftësuar në shumë aspekte dhe edhe ka njohur shumë njerëz nga ana sociale, kështu që besoj se fitojmë apo humbim në finale është një fitim. Ju e keni marrë për fitimin tuaj. Po. Në finale ndoshta nuk mund të kalojmë, po sigurisht do fitojmë. Jemi të fituar në çdo lloj. Sa do kalojmë mirë. Ta manifestosh. Shumë faleminderit të dyve dhe ju uroj shumë suksese. Miq, faleminderit që na ndoqët. Kjo ishte gjithçka për këtë episod të emisionit Zona Tech. Kemi folur për programin Robotech, një program që ju jep të rinjve mundësinë që ata të fitojnë aftësi për sa i përket fushës së robotikës dhe inteligjencës artificiale. Kemi patur të ftuar përfaqësues të këtij programi, si dhe pjesëmarrës aktiv pjesë të këtij aktiviteti. Faleminderit që na ndoqët dhe deri në episodin e radhës, bashkëmirupafshim.